Ramadan, welcome holy month Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الله سبحانه وتعالى falenderojmë salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhamedit alayhis salam ja dërgojmë. Vëllezër, do të flasim për një hadith i cili është shumë madhështor. Është një hadith i madh i cili përmbledh rrugët e hajrit, i përmbledh rrugët e xhenetit. Tregon një prej sahabive, prej ansarve, Muadh ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu. Veç pak vlezëm pika shkurta për Muadhin, duhet me fol për këtë sahabi shumë të madh. E pranoi Islamin atëherë me njerë kur në marrëveshjen e Aqabes të parë, erdh Mus'ab ibn Umair në Medinë e dërgoi Muhamedi alayhis salam. Prej të parëve që e pranoi Islamin ishte Muadh ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu. Për Muadhin vlezër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: وأعلم الناس بالحلال والحرام معاذ ibn Jabal, dhe ma i ditur i halalit dhe haramit që e njohësh Muadh ibn Jabal. Pastaj tha: khudhu al-Qur'ana min arba', min Abdullah ibn Mas'ud wa Muadh ibn Jabal wa Salim maula Hudhaifa wa Ubay ibn Ka'b. Mirë një tha Kur'anin prej 4 personave, prej ibn Mas'udit, prej Muadh ibn Jabal, prej Salimit edhe prej Ubay ibn Ka'bit. Muadhi vlezër, pejgamberi alayhis salam një ditë e mori dhe e shtrëngoi shumë, e përqafoi. A e dini çka tha? Wallahi ya Muadh inni la uhibbuk. Pasha Zotin o Muadh, unë me të vërtet ti du. Imagjino vlezër Muhamedi alayhis salam, vetëm ti thonte unë të dua ti o Muadh, po e mori e përqafoi, e shtrëngoi dhe i tha wallahi u beton Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe më thonë qenë ka dashuria shumë e madhe e pejgamberit alayhis salam ndaj Muadhit radiallahu ta'ala anhu, sa që ju afru, e shtërngoj, e mori, edhe i tha wallahi ya Muadh inni la uhibbuk, fala tad'anna dubura kulli salatin an taqul, çka? Në fund namazit me thon: Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, or Allah më ndihmo mu ala dhikrika, që të jem gjithmonë duke të përmendur, wa shukrika, të jem falënderues ndaj teje, wa husni ibadatik, dhe me të adhurutin mënyrën më të mirë, në të mënyrën që na ka mësu i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Po vlezër Muadhi para se me ndrujet ka qajt shumë, ka qajt derisa u habitën të tjerët dhe i thanë: për çka është gjithjo e kajt me o Muadh, na trego. A e dini vlezër pse ka kajt? Për 3 gjëra. Ka qajt për agjerimin në ditët e gjata dhe të nxehta, se mo nuk do të kem mundësi me agjiroj. Ka qajt për natët e ftohta dhe të gjata, për namazin e natës, se nuk mund mot me marë pjesë në namazin e natës, të falen namaz natë. Dhe e treta, për atë garit që me dietarët, kush do të marrë mësë te për me dituri, që pak me pika shkurta. Vlezër, a e dini sa ka jetu Muadh ibn Jabali? 33 vite, ose thuhet 34 vite. Ka ndru jetë në vitin 18 si pas hijretit radiallahu ta'ala anhu. A e shikoni me pak vite, ka shkrujt histori, ka shkrujt libra, e ka mësu umetin e Muhamedit alayhis salam, ka qenë shembull, kur nuk ka mungu në të gjitha lufturat bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tregon thot: një ditë isha në udhtim mas Muhamedit alayhis salam dhe i thash: ja Rasul Allah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yub'iduni 'anil nar. قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قلت يا رسول الله أخبرني دلني على أبواب الخير. قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده
وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله قال فأمسك فأخذ بلسانه ثم قال أمسك عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وأحمد في مسنده وابن ماجه في سننه وصححه الألباني في صحيح الجامع رحمهم الله جميعا. Vëllezër, thot Muadhi radiallahu ta'ala anhu, një ditë isha pas Muhamedit a.s. me një udhtim, udhtojshim, i thash o i dërguari Allahut, akhbirni bi amelin yudkhiluni l'gjennete wa yubaiduni anin nar, o i dërguari Allahut, a bon me më tregu, me më informu për një vepër, kur ta bëj ato, e meritoj gjennetin dhe Allahu më largon nga zjarri i xhenemit. Dihet vëllezër, çështja e parë e cila e largon robin nga zjarri i xhenemit, bëhet shkak për me hi në xhenet, kush është? Tauhidi, me adhuru Allahun subhanahu wa taala një hak, pa shirk, pa kufër, tauhid të pastër. Prandaj tha Muhamedi alayhis salam, an ta'bud Allaha wa la tushrika bihi shay'a, të adhurosh Allahun dhe asesi mos i përshkruajsh atij shok dhe ortak. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman sha. Allahu xhalla shanuhu nuk ja falën kufr, shirkun askujt, e tjerat ja falën kujt të don ai subhanahu wa taala. Wa tuqimu s-salah, dhe ta falish namazin, 5 kohët e namazit vëllezër, to janë çka rruga e xhenetit. Wa tu'ti az-zaka, dhe ta hapish zakatin, një herë në vit, mlidhi pasurinë, di prese 5% prej pasurisë, heqi, ata nuk janë tujat, ata janë obligimi i Allahut, shpërndaj të afër me fukarave të cilët kanë nevojë. Wa tasumu Ramadan, dhe të agjirash muajin e bekuar të Ramazanit. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Agjirimi muajit Ramazanit, obligim i domosdoshëm siç e kanë pas të tjerët. Pastaj tha wa tahujjul bayt, dhe ta krish haxhin, walillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. E kanë obligim njerëzit, urdhër prej Allahut, ta krin haxhin ata të cilët kanë mundësi. Pastaj Muhamedi alayhis salam, pasi që e pa që Muadhi është nxënësi i zellshëm, ai është prej nxënësve numër 1, i cili meriton që sa më tepër me ju tregu për diturinë e Islamit, i tha Muhamedi alayhis salam, Ela edulluka ala abwabil khair. O Muadh, a don me të treguar dhe me të quti se kush janë rrugët e khairit, rrugët e mirësisë. Pejgamberi alayhis salam tha, as-sawmu junnah, agjirimi është gjunne. Dikush thot, po ma herët ma nalt e përmendëm agjirimin. A qete ato kushtet e para, agjirimi ishte bëhet fjalë për muajin e Ramazanit. Këtu es-sawmu junne, agjirim vullnetar, agjirim nafile. Es-sawmu junne, was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u al-ma'u an-nara. Dhe sadakaja, dhënja e lemoshës, ajo e shlin mëkatin, e shun mëkatin, e shun hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala, një lloj si çështja e ujit i cili e shun zjarin. Prandaj ka thonë dietarët Islam, nëse dikush prej juve e kanë marrë prej këtij hadithit vëllezër, prej kësaj fjalës pejgamberit alayhis salam, dhe kanë thonë dietarët, nëse dikush prej juve bën mëkat, menjëherë le të nxitone dhe të jep sadaka, le të jep lëmosh për Allahun subhanahu wa taala, e shun hidhrimin e Allahut, po ashtu e shlin edhe mëkatin. E Muhamedi alayhis salam tha, Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasul Allah. I tha Muhamedi alayhis salam, tash a bën me të tregoti jo Muadh, kush është çështja kryesore, koka e të gjitha punëve, kush është, a edhe kush është shtilla e saj, dhe kush është pika kulminacioni me inalt. Thash, po jo i dërguar e Allahut, tregon. Tha Muhamedi alayhis salam, ra'sul amri al-islam,
çështja kryesore vëllezër është Islami. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islamu, faman yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Feja tek Allahu është Islami. Allahu vetëm Islamin e pranon. Para se t'i krijon melekët dhe xhinnët dhe Ademin a.s. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Feja tek Allahu ka qenë Islami. Ai cili kërkon ndonjë fe tjetër pos Islamit, falan yuqbala minhu në dunja, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, dhe në botën tjetër ai do të jetë prej atyre të humburve. Wa amuduhu as-salat, prandaj nuk ka Islam pa namaz. Wa amuduhu as-salat, dhe shtylla kryesore që e mban këtë Islam është çështja e namazit. Prandaj sahabët nuk kanë qenë dakord për ndonjë çështje më shumë se ka qenë dakord për lëndsin e namazit, që kanë thonë ai nuk ka hise në Islam. Wa dhirwatu sinamihi, dhe kulminacioni, kulmi më i madh kush është? El jihadu fi sabilillah, lufta në rrugt të Allahut. Me këto mbrohet të nderi, mbrohet toka, mbrohet adheu, mbrohet suvereniteti i një shteti, mbrohen besimtarët, mbrohet Islami, mbrohet çdo gjë e cila ka vlerë. Pastaj Muhamedi a.s. i tha Muadhit: Ela ukhbiruka bi malaki dhalike kullihi, o Muadh, a don me tregu diçka që me ato çështje ti i përmbledh të gjitha këto. Një gjë do ta tregoj. Nëse këto qerat ndoshta duken të rënda me mbajtment, unë do të tregoj ti diçka. Do të tregoj ti diçka që me këto e përmbledh gjithë. Qal fa akhadha bi lisanihi fa qal amsik alayka hadha. E kapi, tha Muhamedi a.s. gjuhën e tij dhe tha: "Çeto mbaje, këto frenohe, këto me pas kontroll." I thash: "Ja nebi Allah, wa inna la muakhadhuna bima natakallamu bihi." O i dërguari Allahut, pse Allahu xheleshanu të gjitha çka flasim ne do të na nxen dhe na nxen për të madhe? Tha Muhamedi a.s. Thakilet ke ummuke ya Muadh. Arabët e kanë pas këtë si shprehi, si thona ne, oh mjerë nona me ti. E Muhamedi a.s. në mënyrë shak, do me thonë vllazërore, i tha: o mjerë nona me ti, që të ka. Hal yakubbu an-nase fi an-nari ala wujuhihim aw qal ala manakhirihim. Pse a nuk është kak tjetër që njerëzit hudhen në fytyrën e tyre, apo për fytyrave të tyre dëgjuan në zjarrin e xhenemit, ose për hundëve të tyre, illa hasaidu alsinatihim, përveç se të korrit gjua çka korrën. Po vëllezër, thot pejgamberi sallallahu me një hadith: wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan, la yulqi laha balan illa rafa'a Allahu biha darajat. Wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillahi ta'ala ma yulqi biha balan yahwi biha fi nari jahannam. Tha Muhamedi a.s. shumë herë ndodhen që dikush për juve e thot një fjalë, apo nuk ja vendon asaj fare veshtin, po e qenë ka fjalë mirë, fjalë që e don Allahun xhelleshanuhu, nëpërmjet asaj fjalës Allahu e ngrej shumë shkallë në xhenet, dhe dikush flet një fjalë, me ato e hidhron Allahun subhanahu wa taala, prandaj ajo fjalë bëhet shkak që ki të futet në zjarrin e xhehenemit. Më duket vëllezër se vetëm një rresht më hiku në fillim, kur Muadhi e pyeti Muhamedin a.s. tha: ja Rasul Allah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni anin nar. O i dërguari Allahut, më trego për një vepër që nëse e bëj ato do të hi në xhennet dhe do të mbron Allahu nga zjarri i xhenemit. Muhamedi a.s. tha: laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun liman yassarahu Allahu alayh. Kur i tha Muadhi kështu Muhamedit a.s. ai tha: ke pyet për çështjen më madhështore. A ka vëllezër diçka më madhështore se me fitu xhenetin dhe me të mbrojt Allahu xheleshanu nga zjarri i xhenemit? I tha Muhamedi a.s. ti ke pyet për çështjen më të madhe. Nuk ka diçka më e madhe, nuk ka diçka më rëndësi se kjo. Ama i tha: wa innahu la yasir. Amo lehtosh, nuk ka problem për me zbatu ato. Limen yassarahu Allahu alayh, ati që Allahu subhanahu wa taala ja lehtëson. Prandaj pyetja e Muadhit ka qenë diçka e madhe, por rrugët për me ndjek, për me shku në xhenetin e Allahut që kanë të lehta, s'ka dyshim me lejen, me ndihmën dhe kudretin e Allahut. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.